LSDM-ja opozitare akuzon se i gjithë qyteti i Gostivarit është helmuar, se mbi 4.000 njerëz janë përballur me pasoja shëndetësore nga uji i ndotur, ndërsa mbi 50 vendbanime janë helmuar nga uji i ndotur. Populli po e paguan çmimin me shëndetin e tij, thon nga LSDM-ja, e cila kërkoi dorëheqje nga kryeministri, por edhe nga ministrat Klekovski dhe Toshkovski. I 4 недели граѓаните на Гостивар немаат пристап до чиста вода. Сега ќе се чека до 20 август за да се соопштат резултатите од анализите на водата за пиење во Гостивар. До тогаш граѓаните се оставени сами на себе, во неизвестност и страв за сопственото здравје. Во грч да не се појават нови болести, нови последици по нивното здравје. Nga LSDM-ja i bën thirrje prokurorisë të reagojë dhe të hapë lëndë kundër personave përgjegjës në pozita administrore. Nga ana tjetër, VMRO-DPMNE-ja u kundërpërgjigj se pikërisht gjatë kohës së qeverisjes së LSDM-s dhe kur ministër ishte Filipçe, analizat kishin treguar se në më shumë qytete të Maqedonisë uji ishte i ndotur. Në vend të moralizimit dhe përhapjes së histerisë, LSDM-ja dhe Venko Filipçe duhet të shpjegojnë publikisht pse për vite me radhë nuk ka pasur përgjegjësi institucionale për rastit e ujit të pasigurt për pije, thon nga partia në pushtet. Dokumentet nga analizat e kryera, të cilat u prezentuan në publik, tregojnë se gjatë periudhës së qeverisjes së LSDM-s dhe gjatë mandatit të Filipçes si ministër, janë evidentuar raste të ujit të pasigurt për pije në disa vendbanime në mbar vendin, përfshirë edhe Gostivarin. Sot të njëjtët aktorë politik përpiqen të flasin për përgjegjësi, edhe pse pikërisht gjatë mandatit të tyre nuk janë ndërmarrë hapa adekuat për sanksionimin e lëshimeve. Në mes të korrikut, prokuroria hapi lëndë për ujin e ndotur në Gostivar. Me kërkesë të saj, gjykata vendosi që 3 të dyshuarve t'u caktohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Në hetim janë ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së ndërmarrjes publike komunalec Gostivar Artana Asani, drejtuesi i departamentit të ujësjellësit Vadedin Dauti, si dhe drejtori teknik i ndërmarrjes Leon Mezini.